Kryetari i Partisë Demokratike ka dalë në një konferencë para gazetarëve. Ai kërkon mbrojtjen e çdo vote me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot këtë kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, tha ai. Ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve të vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të mbrohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot, ose këtë kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, në mënyrë pra dhe njëherë një thirrje për demokratët, opozitarët, të tregojnë përkushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim